ka shtete të caktuara të cilët kanë pas të prisë në produkte bujqësore. Kjo është e njohur në ekonomi. Ka pas shtete të caktuara të prisë në drithra. Dhe në mënyrë që të mos lirohen, në mënyrë që të mos bie çmimi, atëherë ato drithra i kanë hedhur në deti për peshqi. Dhe nuk i kanë hedhur në treg, dhe nuk i kanë çuar aty ku njerëzit nuk kanë. Në mënyrë që të rritet çmimi, në mënyrë që të shtohet kërkesa. Pa drejtësit, pra kanë shkaktuar që të ketë skamje në tokë. Kurse, në aspektin tjetër, nëse do të praktikohet kjo bukuria e Islamit, nëse do të praktikohet zakati, nuk kishte me pas njerëzit të varfër. Dhe kjo është realizuar në tokë, kjo është realizuar në kohën e sahabëve, në ditët e para të Islamit, kur besimtarët e kanë praktikuar Islamin, kur e kanë kuptuar si duhet Islamin, atëherë në kohën e Uthmanit radiallahu ta'ala anhu nuk kanë pas të varfër. Edhe ka transmetime të sakta se njerëzit nuk kanë pas kujna me jam zakatin. Nuk kanë pas kujna me jam sadak. Por arsye se zbatu kjo bukuri e Islamit. Njerëzit nuk kanë pa drejtësi, andaj nuk kanë pas nevojë me jam të varfër, sepse zakati e ka këtë qëllim. Pra prej synimeve të Islamit, prej bukurive të Islamit është se synon edhe aspektin social që ta përsos, që njerëzit të kanë të gjithë, që njerëzit dhe me thonë të mos kenë nevoja ekstreme për çështjet elementare të jetës. Natyrisht në varfër ka me pa gjithë, kjo është urtësi e Allahut. Edhe Allahu na ka treguar për këtë. Edhe ka thënë wa rafa'na fawqa ba'din darajat. Allahu thotë ne kemi bërë që ju të keni dallime mes njëri tjetrit në pasuri. Dikush më i pasur, dikush më pak. Dikush shumë i pasur, dikush i varfër. Pse? Allahu thotë liyattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriya. Në mënyrë që ju të shërbeni njëri tjetrin.